Në kantirin e aeroportit të Vlorës u rikthyen tensionet dhe përplasjet mes përfaqësuesve të dy kompanive që pretendojnë administrimin dhe kontrollin e projektit. Këto ditë dhe këto javë të fundit nuk kanë qenë as pak të qeta në këtë drejtim, por ato kanë tërhequr vëmendje në opinionit publik. Qytetarët e Vlorës shprehen se ngjarje të tilla krijojnë një perceptim negativ, sidomos në kulmin e sezonit turistik, kur Vlora mirëpret vizitor vendas dhe të huaj. Ata kërkojnë ndryrjen e institucioneve shtetërore dhe të qeverisë për të zgjedhur sa më parë konfliktin dhe për të garantuar vijimin normal të punimeve. Sipas tyre, aeroporti i Vlorës është një projekt me rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik dhe turistik të gjithë rajonit. Funksionimi i tij pritet të rrisndjeshëm numrin e turistëve, të lehtësojë lidhjet ajrore dhe të krijojë mundësi të reja punësimi dhe investimi. Qytetarët e Vlorës gjatë opinioneve të dhëna për televizionin 6+1 Vlora gjatë kësaj të premteje theksojnë se mezi presin përfundimin e aeroportit, pasi ai do të shërbejë jo vetëm për turistët, por edhe për vetë qytetarët e Vlorës dhe familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit. Ata shprehen se hapja e aeroportit do ta bënte më të lehtë udhëtimin drejt qytetit dhe do të ndikonte pozitivisht në zhvillimin e biznesit, turizmit dhe ekonomisë. Se zgjidhim do ne ka ligje të zgjidhim, çfarë do kërkojnë ne do raportin të hapet sa më shpejt. Si duhet zgjidhur? To zgjidhim ka ligje, pas ligje zgjidhet atë, zgjidhet do të si dua unë apo ti apo kushdo tjetër. Ato zgjidhet me ligje, ka ligje, ekziston shtet me ligje. Ato ta zgjidhin. Po sipas asaj derisa s'punohet do të dënohet. Është paramendjes. Derisa të pre puna ai do të dënohet. Duhet vendosje në funksion aeroporti. Sa më shpejt, shteti ka humbje që do të vënë punë, që më shpejt. Sipas rregullave lidhje që ka. Do të ndryshë shteti këtu. Si duhet zgjidhet? Të ndryshë shteti, të dha gjykata dhe një pret, do bëhet 4 ore, si që po bëhet ditë për ditë atje, taj për dhe njëri, taj njëri ati. Sigurisht që s'është mirë, o në fundit të tjerë duke parë investimi kanë pronontuar biletat. E kupton dhe që a kryot e vajo. Jo, shtetë rrumpadu. Kush është jotja, kush është imja. Shkojnë gjykata atje, prise 4 orë, tik-tej. E shikoni të vonuar aeroportin hapur? Shumë fare, ore a i shka për të hapur, si që kanë filluar ata. Qa mua për t'i bënë? Do t'ishte mirë që Vlora ta kishte aeroportin? Sigurisht që duhet ta kishte vend bregdetare, mbulon gjithë zonën që nga Gjirokastra, Saranda, komplet zonën e Bregdetit. Patjetër. Aeroporti i duhet Vlorës. Nuk e di për çarsye për plasën dy ortakët. Nga janë këta, nga Kosova më duket. Më duket absurde. Aeroporti i duhet të vëmë Vlorës, se është pikë nevralgjike i themi ne, përmetarët. E ka do jetë midis Vlorës e Athinës. Dhe nëse do të ishte aeroporti, do ta zgjidhnit për... Po patjetër, është aeroporti Eleftheros në Athinë, është mund të thuash i dyti në Ballkan. Ky do jetë i pari ky i Vlorës. E ke parasysh. Dhe unë do vi që nga Athina do vi me kuptove ti. E ke afër. Brenda 20 minuta është jam aty. Ke parasysh. Kush nuk e do këtë lehtësi, më thanë që ka linja direkte, nuk e di tani. Nëse ke parasysh të vish që nga New Yorku, të vish direkte në Vlorë, nuk ke, do më thëmë pikë, si të thuash, veç në Gjermani, pastaj të kthesh. Po nga këto përplasje duket ëndën e largët. Shumë keq, kush e ka fajin, nuk e di. Duhet patjetër të gjejnë gjuhën e përbashkët, nuk e di çfarë kanë, për çarsye. Po inshallah pas unë si qytetar vlonjat, më vinë mirë që u bë aeroporti, sepse kemi afër, vemi të fëmijët, na vinë fëmijët se do vemi në Tiranë. Nuk është gjë e mirë përplasja, nuk e di se di të vërtetën si është, po me sa kam parë, do me dhe në media, si kur i kanë dhe në hakën gjykatat Pacollit. Po e mira është të zgjidhet sa më parë, se mbeti pengë, gjyna, do me thënë. U pompua, me të madhe që do fillon dhe në 2025, vati 2026, kush e di kur do filloj, shoqë ata punëtorët ati e grinden të dy palve. Pra të këto përplasje nuk janë të mira dhe për imazhin. Po patjetër. Përplasjen si lënë ty në brenda, po edhe se marr vesh. Gjë që nuk duhet ndodhe në një shtet të konsoliduar me rregulla, me ligje, me gjykata, me të gjitha. Ky është mendimi im. Punimet në një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore zhvillojnë në hijen e mosmarrveshjeve, ndërsa pritshmëritë e qytetarëve mbeten që institucionet përgjegjëse të ndëryn për t'i dhënë fund situatës dhe për të mos lejuar vonesa të mëtejshme në realizimin e aeroportit.